Përshëndetje zonja dhe zotrinj, ky është edicioni qendror, këtu në ekranin e kanalit 7, ndër të tjera do të ndiqni. Besimtarët ortodoks festojnë Pashkën, mira njerëz mbushin kishat dhe katedralet për meshën e shenjtë, kambanat lajmërojnë ngjalljen e Krishtit. Kryeministri Rama deklaron se qeveria do të forcojë lidhjet me emigrantët. Samiti diasporës në Tiranë dëshmoi kontributin në transformimin e vendit. Autori vrasjes me armë të fshinjit të tij në Nikël të fushkrujës pranon krimin. Sipas tij, ngjarja e rëndë ndodhi pas konflikteve që kishin për një pronë. 40% e lindjeve që rezultojnë me probleme lidhen me anomalitë e zemrës, por mjekët thonë se shumë prej rasteve trajtohen me sukses përmes operacioneve. Do të vjojmë më gjërësisht me lajmet. Festa e Pashkës për besimtarët ortodoks kulmoi në mesnatën e të shtunës me meshën e mbajtur në katedrale Ngjallja e Krishtit në Tiranë. Në mesazhin e tij, kryepeskopi Joan Pelushi bëri thirrje për të punuar për paqen në botë që po shkatërrohet nga urrëtia dhe lakmia, ndërkohë lutjet dhe ndezja e qërinjve u shoqëruan me rënjen e këmbanave si simbol i ngjalljes. Besimtarët ortodoks festojnë këtë të diel Pashkët me lutje për paqe. Ata ndoqën meshën e ngjalljes së Krishtit në kisha e katedrale në të gjithë vendin. Kremtimi kulmoi afro mesnatës, kur shpërnda drita për besimtarët. Në Tiranë, mesha e shenjtë u mbajt në katedrale Ngjallja e Krishtit në drejtimin e kryepeshkopit Joan. Mira besimtarë morën pjesë në ceremoninë solemne, duke ndezur qirinj dhe përcjell mesazhe shprehëse, paqeje dhe besimi. Kryepeshkopi i Tiranës, Durrësit dhe i gjithë Shqipërisë, Joan Pelushi, uroi të gjithë besimtarët të gjejnë paqe në zemrat e tyre. Le të përgjigjemi pra thirrjes paqen e ju në të gjithë jetën tonë. Le të bëhemi në vetë paqebërës në një botë që po shkatërrohet nga urrëtia, nga lakmia dhe egoizmi. Por që të bëhemi paqebërës, fillimisht duhet të kemi paqe brenda nesh. Bëni paqe në zemrën tuaj. Ai e cilësoi këtë festë si thirrje për dashuri, falje dhe besim mes njerëzve. Çfarë vlen njeriu të fitojë gjithë botën, na thot Krishti, nëse humb shpirtin e tij. Këto fjalë janë më aktuale se kur. Jetojmë në një epokë ku njeriu ndjek pa pushim të mirat materiale, sigurinë, statusin shoqëror, dhe megjithatë ndihet më i zbrazur, më i vetmuar, i paplotësuar, më i shqetësuar se kur. Ndërsa gjallja na zbulon një të vërtetë të madhe, kush ka Krishtin në zemrën e tij, nuk i mungon asgjë. Atmosfera e kësaj nate të veçantë u shoqërua me lutje, ndërsa këmbanat shpallën ngjalljen. Pas meshës, besimtarët u larguan me qirinj të ndezur në duar, simbol i dritës së shpresës që e çojnë në familjet e tyre. Sipas traditës biblike, Pashka shënon triumfin e jetës ndaj vdekjes përmes Jezu Krishtit. Atmosfera festive e Pashkës ka shoqëruar mira besimtarë në të gjithë vendin. Nga Korça në Elbasan e mëtej, ceremonitë fetare përfunduan me dritën e bekuar që u mor në shtëpi, e po ashtu edhe me ritualin e vezëve të kuqe. Pashka për besimtarët ortodoks u kremtua edhe në qytete të tjera të vendit. Mira prej tyre u mblodhën në katedralen Ngjallja e Krishtit në Korçë për të festuar me besim dhe përkushtim Pashkën. Ky qytet, i njohur për traditat e tij të thella shpirtërore, u shndrua në një qendër të bashkimit dhe lutjes. Në këtë dritë çdo njeri është i thirrur të bëhet dëshmitar i shpresës dhe ndërtues i paqes. Le të hapim pra zemrat tona ndaj dritës së ngjalljes. Dhe le të lejojmë që ajo të shndërrojë jetën tonë, familjet tona, marrëdhëniet tona dhe shoqërinë tonë. Këmbanat këmbuan fuqishëm, ndërsa drita e qirinjve u përhap nga mitropoliti i Korçës dhe klerikëve të tjerë tek duart e besimtarëve, duke përcjell edhe mesazhin Krishti u ngjall. Krishti u ngjall. Hristos anesti. Të shumtë ishin ata që kishin zgjedhur Korçën për të festuar Pashkën, vizitor vendas e të huaj. Vi nga Kina, është hera e parë që e festoj Pashkën në Shqipëri, gëzuar Pashkën. Unë vi nga Ukraina, hera e parë në Korçë, hera e parë që e festoj Pashkën në Shqipëri, edhe ne festojmë këtë festë në këtë formë. Më pëlqeu shumë, gëzuar Pashkën. Unë jetoj jashtë, po jetoj në Lituani. Në Korçë shumë bukur.
Domethënë gati pothuajse për vit mundoj të vi në Korçë. Shumë bukur, shumë njerëz edhe shumë ndryshime edhe Korçë. Gëzuar për të gjithë, shëndet, mbarësi. Ne festojmë me familje, jemi afër të kohë. Më bukur, po. Gëzuar, Krishti u gjallë. Në Elbasan, besimtarët u mblodhën në kishën Shën Nikolla, ku mitropoliti i qytetit përcolli urimin për katës. Edhe në Fier dhe Vlorë ranë këmbanat për të shpallur ringjalljen. Ndërsa ceremonia e Pashkës në Berat u kremtua në katedralen Shën Dimitri dhe u drejtua nga mitropoliti i Nzot Asti. Ceremonia e shenjtë u ndoq nga qindra besimtarë, të cilët ishin mbledhur brenda dhe jashtë ambienteve të katedrales, duke u lutur në një nga ditët më të rëndësishme të kalendarit të krishterë për më shumë paqe dhe jetë më të mirë. Besimtarët morën dritën e bekuar dhe e çuan në shtëpitë e tyre, ndërsa kryen edhe ritualin e vezës, e cila simbolizon daljen e Krishtit nga varri. Nga Korça, presidenti Begaj uroi besimtarët ortodoks për festën e Pashkës, ai tha se kjo ditë shënon një moment reflektimi për t'u bërë më të mirë dhe më solidar me njëri tjetrin. Në këtë ditë të shenjtë për besimtarët ortodoks, politika i është bashkuar urimeve për Pashkën. Presidenti Bajram Begaj nga Mitropolia e Korçës ka përcjell mesazhe për më shumë paqe, shpresë dhe besim. Gëzuar Pashkë. Qoftë një Pashkë e bekuar për gjithë besimtarët, por edhe për gjithë shqiptarët. Uroj që drita e qeverisë e marr mbrëm në kishë, të ndriçojë zemrat e çdo individi, të çdo besimtari, të gjithë shoqërisë tonë. Kryetari i Kuvendit Niko Peleshi uroi po ashtu Pashkën nga Korça. Dita e Pashkës është një ditë e gëzuar, një ditë mirësie dhe do të uroja që mirësia e këtyre ditëve të përhapet në gjithë qytetarët e Korçës, gjithë Shqipërinë, gjithë shqiptarët kudo që jetojnë, Pashkë të mbara dhe ditë të paqta të pasojnë. Ndërsa kryeministri Edi Rama uroi festën me një foto dhe video nga mesha e mesnatës në Dhërmi. Lideri i opozitës Sali Berisha në mesazhin për besimtarët e krishterë uroi që Pashkën e ardhshme shqiptarët ta festojnë pa Edi Ramën kryeministër. Ju uroj këtë ditë Pashkë, ditë e shenjtë e ngjalljes së Krishtit të mbret, burrit, hyjt, që me mësimet e tij ndikoj më shumë se kushdo tjetër në moralin e qytetërimit perëndimor. Uroj që Pashkën tjetër ta kremtojmë pak të keqet më të madhe që na ka rënë hise këto vite. Gëzuar. Urime në këtë ditë të rëndësishme për besimtarët ortodoks përcollën edhe krerët e besimeve të tjera fetare. Në podcastin e fundjavës, kryeministri Rama është ndalur tek samiti i diasporës që do të mbahet në Tiranë. Ai tha se emigrantët përbëjnë një potencial që sot është shndruar në një partner të fortë në transformimin e Shqipërisë. Të hënën e Tiranë do të nisë punime samiti i diasporës dhe kryeministri Edi Rama deklaroi se ai do të shërbejë për të vlerësuar rolin e kontributin e shqiptarëve që jetojnë jashtë kufive. Në podcastin e përjavshëm, kryeministri Edi Rama theksoi se sfida e shtetit shqiptar sot është që të forcojë lidhjet me diasporën. Të strukturojmë një rrjet të tërë zemrash që rrajnë për Shqipërinë anë mban dhe mendjesh që krijojnë vlerë të shtuar në një bashkëpunim që prodhon rezultate për vendin. Rama shfrytëzoi podcastin për të hetur poshtë akuzat për korrupsion, duke theksuar se edhe raportet që vijnë nga Bashkimi Evropian flasin për të kundërtën. Përmes shifrash dhe faktesh do të mund t'i tregojmë edhe publikut se sa larg janë të gjitha ato që thuhen dhe stërthuhen duke ushqyer një perceptim negativ lidhur me raportin e Shqipërisë me korrupsionin dhe lidhur me pozicionin e kësaj shumice ndaj korrupsionit. Rama deklaroi se një raport i fundit i Bashkimit Evropian për prokurimet publike vendos Shqipërinë në vendin e parë në rajon për sa i përket transparencës. Edhe në atë çka lidh prokurimet publike me transparencën
dhe cilësinë e mekanizmave që i vën ato në përdorim në të mirë dhe në interes të publikut, ku Shqipëria përsëri spikat si e para në rajonin tonë. Sipas kryeministit, Shqipëria sot është e para në rajone dhe përthithjen e investimeve të huaja, duke deklaruar se në 5 vitet e fundit, vendi ynë ka tërhequr më shumë investime të huaja në raport me ekonominë se sa mesatarja e rajonit. Por Berisha reagoi menjëherë pas deklaratave të kryeministrit për diasporën. Ai tha se gjatë qeverisjes së Ramës, mbi 1 milion shqiptar u detyruan të braktisin vendin. Kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ka replikuar në distancë me kryeministrin Edi Rama për samitin e diasporës. Në një mesazh në rrjetet sociale, Berisha deklaroi se qeveria e kryeministrit Edi Rama është përgjegjëse për largimin masiv të shqiptarëve nga vendi. Ju rikujtoj të dashur shqiptar të diasporës se vetëm në 10 vite të qeverisjes së tij nga ky vend janë larguar 1.099.000 shqiptarë sipas Eurostatit dhe të gjithë këta vetëm në zonën e Schengenit, pa llogaritur zona tjera, pra të paktën 45 deri në 47% të shqiptarëve u larguar nga Shqipëria. Berisha ju kundërpërgjigjet e deklaratave të kryeministrit për raportet e Bashkimit Evropian që sipas Ramës vlerësojnë Shqipërinë. Kryetari PD solli në vëmendje se Brukseli ende nuk e ka miratuar raportin e piketave të ndërmjetme. E vërteta është që i bar pas 5 diskutimesh në forumin përkatës të Bashkimit Evropian nuk u miratuar për shkak të bllokimit që Edi Rama i bëri arrestimit Lubi Ballukut për të mbrojtur veten e tij dhe për shkak të bllokimit të hetimeve që janë bërë për Akshin për të mbrojtur bashkëshorten e tij dhe rrethin e tij familjar. Sipas Berishës, është situata ekonomike sot më e vështirë për shkak të korrupsionit të qeverisë Rama. Autori vrasjes në nikël të fushkrujës rrëfeu parajtuesve motivin e krimit. Sipas tij ai debatoi me fqinjin për një pronë dhe ky i fundit e goditi me kos. Më pas ai e qelloi me çifte dhe njoftoi vetë policinë. Pasi e vrava kam lajmëruar vetë policinë për krimin dhe me pas u largova. Kjo ka qenë dëshmia e dhënë përpara hetuesve nga Eduard Afmataj, autori dyshuar i vrasjes së fqinjit të tij Artur Cangu në fshatin Vrion të Niklës në Fushkruj. 33 vjeçari arrestuar pa kaluar 24 orë nga krimi i rënd, ka shpjeguar të gjithë dinamikën përpara grupit hetimor në lidhje me vrasjen e 48 vjeçarit, me të cilën prej disa kohësh kishte konflikte për shkak të pronave. Afmataj deklaroi se fillimisht mes tyre ka patur një konflikt verbal dhe më pas sipas autorit, viktima e ka goditur me një kos të vogël në krah. Pas kësaj 33 vjeçari ka treguar se ka marrë çiften dhe ka qelluar Cangun duke e lënë të vdekur. Menjëherë pas krimit ai ka lajmëruar policinë, duke i treguar për ngjarjen dhe më pas është larguar. Autori u arrestua në një zonë të thellë malore, ku ishte fshehur në një banesë braktisur, ndërsa gjatë kapjes nuk ka bërë asnjë rezistencë. Ndërkohë që policia ende nuk ka arritur që të zbulojë se ku ka fshehur armën e krimit, konfliktet mes tyre kishin nisur përpara 2 vitesh, lidhur me pronësinë e një sipërfaqeje toke. Të mbash një qenë në shtëpi nuk është vetëm kënaqësi, por edhe një përgjegjësi e shtuar për veten dhe të tjerët. Rastet e sulmeve ndaj njerëzve të ndryshëm në rrugë tregon se shkelja e rregullave, sikundër është vendosja e maskës, mund të sjellë pasoja të rënda. Në rrugët dhe parqet publike, prezenca e qenëve pa maskë duket se është kthyer në një shqetësim të vazhdueshëm për qytetarët. Edhe pse ligji parashikon dënim për pronarin qenit të cilit kafshon një person dhe nuk është i pajisur me maskë, duket se prej tyre nuk merret asnjë masë. Edhe i zoti kur del ta ketë me maskë qenin për shkallë sigurie. Se për shembull çfarë përgjigje do japi ai nesër për shembull nëse e merr fëmijën për dorë dhe e kafshon qenin. Shumë rrezikshme, sidomos për fëmijët e vegjël. Dhe kur janë të shoqëruar nga prindër, nga gjyshe, prapë rrezikshme është. Disa nuk zbatohen, patjetër që po kafshojnë fëmijë dhe po kafshojnë gratë që dalin me karrocë me fëmijë. Edhe merren në vende, jo në vende kështu publike ku kalojnë. Sipas mjekëve veteriner, pronarët duhet të tregojnë më shumë përgjegjësi gjatë shëtitjeve me kafshët e tyre shtëpiake. Çdo bashki ka një ligj që pronari duhet të mbaj kafshën afër vetes me një litar jo më të gjatë se 1.5 metra me maskë patjetër. Ekspertët vërejnë se jo çdo kush mund të bëhet pronari një qeni me përmasa të mëdha trupore, që për shkak të forcës fizike mund të përbëjë rrezik. Jo çdo kush mund të marrë
raca të tilla, raca jo vetëm pitbulli, por malinois, pastor gjerman, raca që mund të bëhen potencialisht të rrezikshme sepse janë shumë të fuqishme në trup. Problemi sipas ekspertëve mbetet edhe mungesa e hapësirave të dedikuara për shëtitjen e kafshëve. Vetëm gjatë vitit të kaluar, një 13 vjeçar pësoi plagë të rënda nga kafshimet në muajin mars, ndërsa në qershor, një tjetër fëmijë vetëm 5 vjeç u sulmua brenda oborrit të një banese duke përfunduar në spital. Edhe pse mungon një statistikë e saktë për këto incidente, problematika mbetet shqetësuese. Mjekët pediatrë thonë se afro 40% e lindjeve që janë me probleme lidhen me anomalitë e zemrës, por shumë prej tyre mund të trajtohen me sukses përmes ndërhyrjeve kirurgjikale. Defektet e lindura të zemrës përbën rreth 40% të gjitha anomalive, duke u renditur ndër më të shpeshtat tek fëmijët. Kardiopediatria Numila Kuneshka shpreh se nëse vite më parë këto defekte konsideroheshin të pashërueshme dhe shpesh përfundonin në fatalitet, sot ato mund të trajtohen me sukses përmes ndërhyrjeve kirurgjikale. Nëse dekada më përpara këta fëmijë ishin të destinuar të mos arrinin moshën adulte dhe përfundimi i tyre ishte fatal, sot është bërë mundur fal teknikave kirurgjikale të avancuara që të operohen në kohën e dur dhe qoftë dhe me 1 ose 2 ose 3 stade operacionesh dhe këta arrin moshën adulte, punojnë dhe bëjnë një jetë absolutisht afër normales. Vitet e fundit është vërejtur një rritje rasteve të vdekjeve të papritura tek adoleshentët, por cilat janë arsyet që kanë çuar në rritjen e këtyre rasteve? Ndikon edhe jeta sedentare ose jeta ose ushqyerja jo e shëndetshme që bëjnë këta fëmijë, qoftë dhe marrja edhe abuzimi me drogra të ndryshme, por ajo që ka rëndësi është që janë fëmijë, një pjesë e tyre janë dhe fëmijë të pa kontrolluar, të pa depistuar. Pra, mund të ndodhë që një adoleshent të bëjë një vdekje të papritur, por që mund të jetë në bazë të një defekti në zemër. Për shembull, një kardiomiopati hipertrofike, trashje e theksuar e mureve të zemrës, mund të ketë çrregullime të ritmit që zbulohen në EKG e të tjera. Prandaj them që është detyrë e mjekëve në bazë të cilët duhet të kapin dhe t'i dërgojnë për konsulta më të specializuara. Mjekja Kuneshka rendi disa nga shenjat kryesore që mund të tregojnë pranimin e një defekti të lindur në zemër tek fëmijët. Është një fëmijë që nënën e shqetëson që nuk po shton mirë në peshë. Është një fëmijë që djersin në pjesën e qafës, në pjesën e kokës. Është një fëmijë që ka një anemi ferodeficitare shoqëruese. Është një fëmijë që merr frymë shpejt, edhe jashtë një temperature ose një problemi pulmonar. Është një fëmijë që ka një cianoz të lehtë, një nxirje të lehtë të gishtave të buzës së mukozave. Të gjitha këto raste, pediatri duhet të jetë shumë vigjilent në ekzaminimin e fëmijës. Defektet e lindura të zemrës sipas bluzave të bardha shfaqen në rreth 7 deri 8 raste për çdo 1000 lindje. Një pjesë e konsiderueshme e këtyre fëmijëve ka nevojë për ndërhyrje kirurgjikale, ndërsa të tjerë mund të ndiqen dhe trajtohen pa operacion. Kjo ishte gjithçka përgatitur edhe për këtë edicion informativ. Unë ju falenderoj për vëmendjen tuaj. Bashkë mirupafshim.